Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndeshni, në një klim kritike politike, paneli përzgjodhi ose dha vlerësimin për 5 kandidatët për krye prokuror të shtetit, institucionin më të rëndësishëm, në vend që do duhej ti sjellë Kosovës natyrisht më shumë progres në fushën e rëndit dhe ligjit bashkë me sistemin e përgjithshëm të drejtësisë atë gjyqësor. Është një proces jashtëzakonshëm. Kosova pa krye prokuror të shtetit është që prej gati 5 vitesh si rezultat i mungesës së qartë vullneti politik në një rënon të presidencës të qeverisë kështu me radhë dhe në këtë klim të këtyre viteve, nëse mund ta them të konfrontimit midis Këshillit prokurorial dhe institucione, vendi mbeti pa krye prokuror. Natyrisht që Këshilli prokurorial si institucion që monitoron gjithë sistemin e fushës ka drejt diskrecion të tij jeti pavarur, propozoi KD në procedurë për krye prokuror, por zoti Blerimi Suva Jamri, i cili qëndroi në fjokat, nëse mund ta them, të plurosura të presidencës, nuk u dekretua nga ish presidentja Vjosa Osmani. Tani kemi panelin që intervistoi 5 kandidatët për krye prokuror në një klim kritike politike dhe më duhet ti përmend emrat e tyre sipas poentimit që kanë marrë nga 2 prokuror dhe një antar që është një civile, po ky antar është edhe antar i Këshillit të prokurorial të Kosovës. Paneli i ka dorëzuar 5 emrat për vlerësim në Këshillin prokurorial të Kosovës. Këta janë: Zenullah Gashi është poentuar me 91.6 pikë. Vjoj Metutje me Adhe Demen me 89.3 pikë. Vjoj Metutje me Naim Abazin me 89 pikë. Rafet Halimin me 87 pikë dhe i poentuar i fundit nga paneli është Shqipdan Fazliu me 86.3 pikë. Paka shumë është relievi njëjtë i vlerësimit, janë në atë territor të vlerësimit panelit që ka dhënë, por mbetet të shihet me tutje kanë ftuar sonte njërin prej përfaqësuesve të Institutit të Kosovës për drejtësi që bashkë me kolegët monitoron jo vetëm këtë institucion, gjithë fushën e sundimit të ligjit me kompetencë e dije në këtë fushë. Është Flamur Kabashi. Faleminderit Flamur për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. E nisa me fillim, para se të flasmi për kandidatet zoti Kabashi. Gjithë ky proces tepër i rëndësishëm, në nevojë të madhe që Kosova ta kishte stabile të qëndrueshëm edhe vitën më përpara, por po kryhet në një kohë kur klima politike është kritike, kur vendi nuk ka institucione të qëndrueshme, kur kemi një president ushtrues detyra etj. Vlerësimin tuaj sa e bën të diskutueshëm edhe punën profesionale qoftë të panelit, edhe të Këshillit prokurorial të Kosovës, edhe të gjithë hallkave që monitorojnë këtë sistem, sa e bën me njollë sipas ju, sa e bën. Atëherë, faleminderit fillimisht për ftesën. Instituti i Kosovës për drejtësi monitoron në vazhdimsi punën e institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe gjatë monitorimit të punës që e bëjnë institucionet e drejtësisë, një prej komponentave që Kamera na përmend ai KD-s monitorimin e këtyre institucioneve, është se gjatë punës së monitorimit edhe publikojmë raporte ditore, javore, periodike, mujore, të cilat reflektojnë gjetje të caktuara gjatë zhvillimit të punës së këtyre institucioneve. Ne duhet të kemi parasysh që Republika e Kosovës ka pozitën më të rëndësishme brenda sistemit prokurorial, si instanca më e lartë brenda sistemit prokurorial, ashtu siç përcakton ligji për prokurorin e shtetit, në referencë të tij, ka mbetur pa ushtrues detyre gati tash e 5 vite. Dhe të gjitha raportet ndërkombëtare ka mbetur pa krye prokuror, me ushtrues detyre, po. Po, ka mbetur me ushtrues detyre të krye prokurorit të shtetit. Dhe të gjitha raportet ndërkombëtare, nisën nga raporti i progresit, por përfshirë edhe gjetjet që kemi bërë gjatë punës tonë, vazhdimisht kemi bën thirrje që kjo pozitë duhet të plotësohet dhe nuk duhet të mbetet më ushtrues detyre.
Ne duhet të kemi parasysh që kompetencat dhe përgjegjësitë e kryeprokurorit të shtetit janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe janë të një kategorie mjaft me rëndësi në kuptimin e menaxhimit të sistemit prokural dhe kthimin e besimit të publikut në këtë sistem. Vazhdimisht kemi bërë thirrje që kjo pozitë të plotësohet. Kjo pozitë të merr personin konkret adekuat dhe të mos mbetet më me ushtrues detyre, duke u nisur nga fakti që tashmë ka kaluar një periudhë jashtëzakonisht të gjatë. Këshilli prokurorial politik nuk ishte kapashi tash vite. Ta kemi edhe pse ju keni qenë kritik edhe ndaj Këshillit prokurorial të Kosovës në mënyrën se si ka zgjedhur mënyrën, rrugën po. Ne në kohën kur është zhvilluar procesi i kaluar dhe jo i fundit, ne kemi publikuar poshtë raportin ton analitik që ka reflektuar të gjitha gjetjet që i kemi nxjerrë gjatë procesit të monitorimit. Siç e kemi publikuar tash raportin që reflekton gjetjet gjatë procesit të monitorimit në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile. Dhe tash për sqarim, Këshilli Prokurorial i Republikës së Kosovës në atë kohë do të thotë procedurën para se të hyjmë në flamën. Veç në hyrje, në introduction. Sa e bën me llafe, me fjalë, me njoll, sa e bën simptomatik sistemi prokurorial. Ky proces tash kur kem kry të presidencës një figurë me pozicion ushtrues detyre. Çështjet e drejtësisë, pozitat të cilat i mbajnë personat ose propozojnë për me mbajtë në këto pozita kyçe, si që është kryeprokurori i shtetit, apo kryeprokurorit apo kryeve themelore. E që në rastin konkret kryeprokurori i shtetit për me marrë këtë pozitë i nevojitet edhe dekreti nga ana presidentes, duhet me pas parasysh që janë çështje tërësisht të ndara. Nuk duhet kemi përzierje në situatën politike në cilën gjendemi me sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë konkretisht, Këshilli Prokurorial i Republikës së Kosovës i mbetet të zhvillojë procedurat lehtëshëm, ti nënshtrohet procedurave ashtu siç përcaktojnë rregulloret legislacioni në fuqi dhe legislacioni sekondar dhe ta dërgojë emrin e propozuar për kryeprokuror të shtetit. Në situatën kur veç pasqaroj. Do të ishte Kabashi. A do të ishte më pranueshme, s'po them se si janë të lehtëshme, edhe mund të jenë, por mund të shkaktojnë një disponim mbase që e cenon besimin kolektiv mbi procesin, mbi procesin e lehtëshëm qoftë, të procedurave të bazuara, gjithçka tjetër. A do të ishte më përshtatshme një kohë tjetër ta zëm? Kur tani mund të ketë institucione stabile të përgjithshme. Ti vetë personalisht kur e hape intervistën e potencuar që tash e gati 5 vite jemi për ushtrues detyre. Pra për një jurist me një mendje të shëndosh, për një profesionist fushës, kur flasim për gati afro 5 vite me ushtrues detyre të kësaj pozite, nuk do mend që të bëhet kërkesë që më vonë të zhvillohet kjo procedurë. Pra nuk zen hapësirë, nuk ka kohë për të humbur. Pra ka qenë thujse detyra e parë me cilin përbërja e re e Këshillit Prokurorial që të e trajtoj këtë temë. Pra ka qenë çështja ndër çështjet më të para më urgjente që do duhej. Është raporti i progresit që e ka potencuar dhe ka sqaruar. Kjo pozitë ka mbetë me ushtrues detyre nuk duhet të jetë me ushtrues detyre. Raportet ndërkombëtare po ashtu. Ambasadat amerikane. Pra është krijuar çështja që nuk kemi kohë të pritet më për zhvillimin e procedurës së rekrutimit për këtë pozitë nga ana e Këshillit Prokurorial. Nga ana e presidencës është bërë me dije. Kritikët ndaj këtij pushteti që sot është në detyrë me shumë figura në krye të institucioneve të tjera janë kritikët janë kritik ndaj kësaj qeverie që gjithë procesin po dëshiron ta futë në kontroll dhe ndikimi direkt politik në krye prokurori. Për ju kam një profesionist, do doja një procesisht të ky proces edhe si ishte në të kaluarën. Ne fatkeqësisht jemi duke jetuar në një kohë ku kjo qeveri nuk lën, domethënë bën vazhdimisht deklarata në punën cilën e bajnë sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës. Dhe fatkeqësisht duhet me kuptuar dhe me sqaruar, edhe Instituti i Kosovës për drejtësi edhe për këto deklarata ka dalë po ashtu me raport analitik. I zëshëm keni qenë. Dhe kemi sqaruar që çdo deklaratë në procese të cilat i zhvillon sistemi prokurorial apo sistemi gjyqësor, apo raste të cilat po i trajton sistemi prokurorial apo sistemi gjyqësor tingëllojnë dhe janë ndërhyrje sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare. Për këtë arsye, për këtë me këtë, kemi kërkuar që të kemi një
ndalje në kuptimin një stopim të dhënjes së deklaratave për proceset që i zhvillojnë këto dy sisteme, sistemi prokurori dhe sistemi gjyqësor, në mënyrë që këto dy sisteme të jenë tërësisht të pavarura në punën e tyre dhe publiku të mos krijojë perceptim në ndërhyrje të punëve të këtyre dy sistemeve, sepse mund të krijohet perceptim. Kur ti del në një konferencë bën thirrje për çështje të saktuara, normalisht mund të krijohet perceptim për ndërhyrje në sistemin tjetër. Mirë po, për çështjen konkrete, jemi duke folur për një situatë që mbizotron. Gjendja faktike është kjo, jemi me ushtrues detyre për një kohë të gjatë, gati afro 5 vite. Është çështje urgjente që ky këshill e ka pas para vetës me trajtu dhe shumë mirë që e ka trajtu. Ne si institut, mas përfundimit të procesit, i kemi publikuar edhe një vlerësim raport preliminar. Në bashkëpunim me dy organizata tjera, KDI-n dhe Folin, dhe kemi sqaruar që ky raport është preliminar deri në situatën kur tash është zhvilluar procesi. Pra deri në situatën kur jemi me përfundim procesit të intervistimit dhe jemi në këtë fazë, sepse pastaj mund të kemi edhe fazën e ankimimit, cil kandidat kanë drejt bëjnë ankesa ndaj raportit. Për 5 kandidatët ju keni monitoruar nga fillimi deri në fund. Tash po e sqarojmë rrugën. Rrugën nga fillimi në fund. Fillimisht, çka ka qenë më rëndësishme për këtë proces është që të hyjet në një proces të lehtëshëm. Pra të hyjmë në një proces që ka garancit ligjore, që ka rrugën e shtruar sakt drejt, që pastaj të prodhoj një proces të drejtë, të lehtëshëm, meritokratik dhe të barabartë për kandidatët. Çka po do më nënkuptuar me këtë fjalë është që rregulloria që ka qenë në fuqi për kryeprokurorin e shtetit, udhëzuesit që kanë qenë në fuqi, shtohecat e asaj rregullore, të jenë tërësi në harmoni me ligjin që është në fuqi për Këshillin Prokurorial, ligjin për prokurorin e shtetit. Kemi pas një proces të kaluar. Kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur në tërësi. Atja bëjmë tik. Absolut, kjo ka ndodhur. Rregulloria, shtohecat që kanë qenë në bashkangjitje të kësaj rregullore kanë qenë në harmoni të plotë. Fillimisht, ju kanë nënshtruar procesit të diskutimit publik në tërësi. Pra, ju kanë përmbajt rregullave të diskutimit publik. Fillimisht diskutimit brendshëm në sistemin prokurorial, pastaj nënshtrimit të aktit në diskutim publik. Jemi ftuar si organizata me i dhënë komentet tona dhe rekomandimet tona për këtë rregullore. Janë marrë parasysh rekomandimet tona, ne kanë dhënë mundësinë fizikisht me i argumentu komentet tona me shkrim dhe komentet tona kanë gjetë zbatim në këto rregullore, plotësim dyshim të rregullorës për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të tjera. Kjo ka qenë pra i ndërun hapi parë. Ta bëjmë edhe për publikun. Ti ku i parë, nëse mund ta them, approve rregulloria, rruga ligjore kompatibile me ligjet në fuqi. Pikërisht. Në mënyrë që askujt mos mi kriju terren preferencial. Preferencial dhe terren për goditje të procesit përmes mjeteve në procedura gjyqësore. Themeli parë. Shoqëria civile është përfshi. Ta shpesharoj, pikërisht. Pse ka qenë më rëndësi që kjo çështje fillimisht të trajtohet me rregullore, çush duhet mi pas rregullore. Sepse në të kaluar ne kemi pas koncept dokumentin që vlerësohet me pikë i ndërun. Pra, kur i lexohet pikë në fillim, njëra mbi komponentave që fiton pikë kandidati është koncept dokumenti. Herën e kaluar, koncept dokumenti ka pas përzierje të kompetencave. Pra, nuk janë kompetencat e njëjta sikur për një kryeprokuror të prokurorive themelore, sikur për një kryeprokuror të prokurorit të shtetit. Pra, janë kompetenca të ndara. Dhe kjo çështje është rregulluar. Është bën koncept tërësisht i ri, koncepti dokumentit. Tërësisht koncept i ri që është kompatibil me ligjin për prokurorin e shtetit dhe kompetencat që janë për kryeprokurorin e shtetit. Ta që kanë hyrë në proces. Domethënë, kanë bërë koncept dokument kësaj here për kryeprokuror të shtetit. Edhe herën e kaluar është bën, por është bën për kryeprokuror të prokurorive. Ka post përzierje të kompetencave brenda çështjeve që kanë kërkuar në koncept. Sa herë është kompatibil, është domethënë tërësi në harmoni me legislacionin në fuqi, pra çështjet që ka trajtuar koncepti për kandidatët për kryeprokuror kanë qenë çështje që bijnë në fushëveprimtarinë e tyre. Nuk kanë qenë çështje që i takojnë për shembull Këshillit Prokurorial ose kryeprokurorit një prokurorie themelore. E para, e dyta, këto akte ligjore kanë parapo udhëzuesin. Udhëzuesin për panelin vlerësues. Pra, është një udhëzues që përcakton rregullat se si paneli vlerësues duhet të zhvilloj punën e tij. Një udhëzues. Herën e kaluar, ky udhëzues, me pas parasysh që
ka pas përcaktuar edhe pritshmëritë para se me nis intervistat, ka pas përcaktuar edhe pritshmëritë që duhet mi pas paneli vlerësues për pyetjet që i kanë hartu, pritshmëritë për përgjigjet që kanë pritet me i dhënë kandidatët. Pra gjatë procesit të hartimit të pyetjeve, njëna prej fazave është paneli duhet me vlerësu bashkë me thonë na presëm pe kandidatit këto përgjigje. Pra udhëzuesja e përcakton. Herën e kaluar kjo gjë nuk është bërë. Dhe për këtë arsye edhe kjo ka qenë pozitive që e kemi shfush. Bën si gjetin në raportin tonë që paneli kësaj here, përpos që i ka hartu pyetjet, një sasi të konsiderueshme pyetje, pastaj eliminim të tyre deri në një sasi që përcakton rregulloria, përpos saj kanë kaluar mas një ore kanë diskutu me zveti cilat janë pritshmëritë e tyre për kitazim me këto pyetje, siç përcakton udhëzuesi, i cili ka qenë i hartuar në mbështetje edhe të partnerëve tonë ndërkombëtar. Secili kandidat që ka hyrë në intervistë, që është përgjigj pyetjeve, besoj të njëjta i kanë pasur pyetjet të gjitha. Në fund, pasi ka mbaruar intervistën kandidati për kryeprokuror, paneli është mbledhur dhe ka vlerësuar përgjigjet e secilit kandidat. Ky ka qenë vlerësim konfidencial me zvete, por para intervistimit paneli ka diskutuar se cilat janë pritshmëritë për kitazim me pyetjet. Kjo është çështje që tash ky panel, kjo përbërje e këtij paneli e ka zbatu siç përcakton udhëzuesi. Por kjo është gjëja tjetër. Gjëja tjetër pozitive ndërun është gjatë këtij procesi nuk janë lejuar më u përsërit pyetjet. Pra ne kemi pas përsëritje të pyetjeve. Në këtë mënyrë është ndalu edhe pointimi dyfisht. Sepse kemi pas mundësinë, rrezikun që të kemi përsëritje me një pyetje, përsëritje me pyetjen tjetër dhe të kemi pikërisht dhe të kemi pointim të dyfisht. Nuk ka qenë strikt. Kjo ka qenë paneli ka qenë strikt, 2 prokurorë dhe një antar i shoqërisë civile. Një antar i shoqërisë civile që është antar i këshillit që nuk ka lejuar përsëritjen e pyetjeve, duke parandaluar kështu edhe pointimin e dyfisht për kandidatët. Pra një aspekt tjetër pozitiv. Një aspekt tjetër pozitiv gjatë monitorimit është që kur është ul paneli mas procesit të intervistimit të secilit kandidat, kanë respektuar në tërësi rregulloren. Pra, nëse më ke intervistuar ti mua, më ka intervistuar mua paneli më njëherë është ul edhe ka plotësuar formularin e vlerësimit, duke i dhënë arsyet për kitazi me pikët. Ndarazi janë ulur. Ndarazi në konfidencialitet dhe në respektim të plot parimit të konfidencialitetit. Gjatë monitorimit. Asnjëri me secilin nga paneli nuk ka absolut, gjatë monitorimit nuk kemi pa diskutime mes antarëve të panelit vlerësues në momentin kur janë ulë dhe i kanë vlerësuar kandidatët. Pra kanë qenë tërësisht konfidencial. Dhe është me rëndësi, ashtu siç përcakton rregulloria, që pas çdo interviste të bëhet vlerësimi pointimi kandidatëve, ashtu edhe ka ndodhur. Pra nuk është lënë fund mu vlerësu secili, po është lënë që pas çdo interviste të secilit kandidat. Aty për aty. Aty për aty në kohë. Dhe është me rëndësi tjetër. Procesi ka qenë tërësisht i incizuar prej fillimit hartimit pyetjeve. Për pritshmërive të tyre për kitazim me përgjigje. Për garantu transparencën dhe barazim. Për garantu dhe për të transparencë, pastaj intervistimi i kandidatëve që është faqe dhe publikisht në website-in e sistemit prokurorial. Pra janë të incizuar në tërësi veprimet e antarëve të panelit vlerësues, duke e shtu edhe një element dhe komponent tjetër të rëndësishëm të parimit të transparencës. Dhe tash, bazuar në të gjitha këto si thash, ne kemi ardhur në një përfundim që procesi deri më tani ka qenë një proces që është zhvillu si proces i rregullt, transparent, meritokratik dhe i barabartë mes kandidatëve. Pra, bazuar në këto gjetje, kena ardhur që të përfundim. Ky është raport preliminar, tash është faza e ankimimit, nëse shfrytëzoj si të drejtë, është shqyrtimi i ankimimit nga Këshilli Prokurorial, përfundimi i raportit përfundimtar i panelit vlerësues, votimi i tij dhe dërgimi i emrit për rekomandim tek presidentja për dekretim. Pra këta janë hapat të tjerë që nuk procedural, që nuk përfshin ky raport. Ky raport përfshin deri tash çka ka ndodhur. Ju çka keni pa deri tash? Në fund të këtij raporti, ne kemi potencuar dhe kemi sqaruar që në kushtet kur janë respektuar të gjitha fazat procedurale, kur pyetjet janë të njëjta, kur pyetjet nuk janë ripërsërit, kur është zbatuar rregulloria bazë dhe plotësim dyshimi rregullorës, kur është zbatuar udhëzuesi, kur është bërë vlerësimi i transparencës, kur ka qenë proces transparencë, kemi ardhur në përfundimin që në fund pastaj panelit e ka pas në diskrecion me qit pikët. Paneli ka pas për detyrë me pas një proces tërësisht të drejtë. Pastaj ka qenë në diskrecion të panelit me qit pikë për kitazim ato që kanë nxjerrë dhe që ka po të kandidatët. Nisur nga pikët
të cilat i përcakton rregullorat që duhet me i nxjerr prej performancës, integritetit, aftësive menaxheriale, aftësive profesionale, koncept dokumentit që kanë orë në fund. Mirë po, në raport në fund kemi thënë, pavarësisht të drejtës që ka paneli, si diskrepancë me qitë pikë, kjo diskrepancë nuk duhet me u keq kuptu dhe nuk duhet me u, si me thonë një farforme, me u shëndru në arbitraritet. Që do të thotë, sepse ne panelet, raportet e panelit nuk i kemi ende. Tash du me pas parasysh. Raportet panelit detajshme, po. Tash janë 3 vlerësime. Vlerësimi i antarit panelit 1, antarit 2, antarit 3. Tash du me pas parasysh. Se cilja pikë du të më kone arsyetuar. Pra nëse ja kanë dhënë të ndërunit kandidatët caktuar 91.sa. Zelullah Gashi, 91.6 pikë, po. Nëse ja kanë dhënë 91.sa, po e citoni, këto pikë do të kanë më arsyetu pse e kanë dhënë. Për kitazi me rregulluar që është në fuqi dhe udhëzuesin. Me dhënë arsyetim do duhet ta kishte të qëndrueshëm. Të qëndrueshëm dhe detajist për pikët. Shto faktin që ky panel ka një peshë edhe më të rëndësishme kur vlerëson, kur shikon pikët që kanë vendosur kandidatëve. Është një poentim i përafërt mes kandidatëve. Kandidati i fundit ka 96 me sa kuptova. Është i njëjti, po figurativisht relief zonë vlerësimi është i fundit është Shqipdan Fazliu me 86.3 dhe i pari është me 91.6. Nga 86.3 është i pari flitet për një diskrepancë për 5.1 pikëve. Dhe tash paneli ka për obligim, dhe duhet me pas parasysh si panel, që duhet më konë shumë të kujdesshëm në arsyetimin e pikëve, sepse pikët janë për afërta mes kandidatëve. Dhe për këtë arsye, nuk do të kishte logjik që kandidatët që kërësu me 86 pikë, kandidatët me 91.6, me pas dallim jashtëzakonisht madh të arsyetimi. Si institut, tash na kena monitoru edhe përzgjedhjen e krye prokurorëve të prokurorive themelore dhe të apelit. Dhe çka kena pa në atë proces të monitorimit, është që kur është bë pointimi kandidatët për prokuror të apelit, kemi pa një diskrepancë të jashtëzakonshme të pikëve midis panelit vlerësues. Pra një antar i panelit ja ka qitë 30 pikë, për të njëjtën fushë. Antari tjetër ka qitë 10 pikë. Dhe kjo flet për subjektivitet pastaj. Pra po ban vlerësim, nuk po ban vlerësim konkret, po ban vlerësim pastaj subjektiv. Sepse po ki diskrepancë midis antarëve të panelit, për kitazi me çështjet që panelit të rasti i përzgjedhjes së kryeprokurorëve, prokurorisë së apelit. Ta potencojmë. Ka pas një diskrepancë, ka qenë gjetje, që kemi paraqit në raportin tonë. Mund të pasur dikush i nat dikujt na thu. Po tash tingëllon vlerësim subjektiv, sepse një antar i panelit vlerëson me 30 pikë. Tjetri antar i panelit mos të kapemi sakt për pikë, po është çështja këtu. Antari tjetri i panelit po vlerëson ta zëm me 10 pikë ose 15 pikë. A mund të ekzistojë edhe ana tjetër, ai që ka vlerësuar me 30 pikë, ja ka bërë çefin atij, ose po tash pikërisht për këtë çështje. Kjo është çështja që ky panel do duhet ta kishte parasysh. Dhe të shohim a ka pas parasysh të raportet e panelit vlerësues kur janë hartu. Sepse ato i keni këto shësime. Tash çështja është tash për tash, çka kem pa, çka kemi mujt me observu, jemi korrekt, në rregull është. Pritet më pa pastaj panelit e vlerësimit dhe me u shikuar se si është bë vlerësimi edhe individual dhe arsyetimi atyre pikëve. Kjo është ajo çka e keni observuar ju. Po. Nga fillimi deri tash. Ju pritet të keni çësje në informacion detajshëm, vlerësimi detajshëm të emët që ka bërë paneli për secilin kandidat. Kur do ta keni këtë çësje? Kur do ta siguroni? Deri më tash ky panel i vlerësimit, po ashtu edhe Këshilli Prokurorial, ka shfaq një transparencë të plotë për proces. Po. Këtë transparencë duhet ta vazhdoj. Tash ta kemi parasysh ndërun, ne jemi në një fazë të procedurës së ankimimit. Kandidatët kanë të drejtën në ankesë ndaj raportit panelit vlerësues. Ne do të duhej ky panel ta vazhdonte parimin e transparencës dhe presim që ta vazhdon. Në momentin kur përfundon edhe kjo procedurë ankimimit dhe propozimi edhe në Këshill, do të duhet tash ta shikoj mundësinë, çastin e modalitetit, mundësive që të kemi çasje edhe në Kush u jep çasje juve në Këshill si shoqëri civile? Tash duhet me pas parasysh Këshilli Prokurorial, Këshilli Prokurorial dhe paneli vlerësues janë në mveshjet e autorizimeve për më na dhënë çastin në këto raporte. Tash ta kemi parasysh kur janë zgjedh kryeprokurorët e prokurorive themelore dhe ata apelit në vitin 2024 dhjetore kujtoj. Paneli në atë ku na ka dhënë veç në shikim.
Si? Veç në shikim ne kanë dhënë raportet e vlerësimit dhe nuk ne kanë dhënë të fotokopjuara. Për këtë arsye ne kemi shkruar në raportin e atëhershëm, kemi thënë që në të ardhmen panelet do të më pas parasysh që për po se na i dhomin na i ofrojnë në shiqim, të njëjta duhet ta publikuar me faqe. Dhe bazu në çostin që ka ky panel dhe ky institucion i këshill prokurorial, ne presim që të vazhdoj këtë çështje, që këto raporte edhe ti publikojnë dhe të kemi çështje të plotë në mënyrë që siç e kemi bën. Për cilën arsye mbajnë E kanë herën e kaluar. Po, herën e kaluar në dhjetorin e nuk kanë dhënë arsye tim, thjesht na kanë dhënë në shikim. Ne kemi pas mundësi mi marr dhënat. Ta kemi të qartë, ku ne kanë dhënë në shikim, ne me ulë dhe kemi marr dhënat, absolut. Por për me e avancu transparencën si proces, sepse bëhet fjalë për zgjedhjen e kryeprokurorëve. Natyrisht. Nuk kemi pozita do si do këtu. Çështja është për kryeprokurorët e prokuroria themelore. Po flasim për pozita mjaft të rëndësishme, pozita të cilat e reflektojnë dhe e ngrisin besimin e publikut në këto institucione. Pra, pozita të cilat ndikon në ngritjen e besimit të publikut janë këto pozita. Pozitat menaxheriale ngrisin besimin e publikut në këtë institucion. Dhe për këtë arsye, cilat pozita për këto çështje antari që asi pozita që në një ditë mëngjesi çohet kushdo që mund të jetë edhe kryeministër i thot prokurorit e jam intervisto këtu. Tash kjo çështje ne për cilin lloj prokurorëve po flasim? Për ata që mbushin teste apo testohet edhe guximi e gatishmëria aty? Tash çështja është pikërisht këtu. Kjo është me rëndësi që mund të jetë ligjërues të mirë, kena universitete boll. Që kjo është çështja me rëndësi, që proceset pikërisht kjo është çështja që po them, duhet të jenë të ligjshme. Dhe kur proceset janë të ligjshme, janë në harmoni me legjislacionin në fuqi. Kur po paraprakisht ai legjislacion, qoftë primor ose sekondar, ju kanë nështruar diskursit publik. Ofrohen garancitë që me prodhu një kandidat që nuk bjen prej e këtyre diskutimeve dhe çështjeve të cilat po i sqaroni ju dhe po i ngrini ju. I keni në observim ju vetë këto. Pikërisht. Keni qenë vetë kritik si organizat për mënyrën se si lundrojnë politikanët duke ta shikoni. Duke aftësitë e prokurorëve duke sfiduar sistemin e drejtësisë. Dhe sistemin prokurorial në tërësinë si institut i kemi dhënë çështjet i sqarimit tona. Ne kemi një prokurori speciale, ne kemi një sistem gjyqësor, një prokurori speciale që kryeministri nuk i ka shkuar në intervistim. Apo kupton tash, çështja është këtu, ne kuptojmë të gjithë seriozitetin dhe çështjen se çfarë sistemi kemi të drejtësisë në Republikën e Kosovës. Prandaj po them, a mjafton veç letrat mi mush, të përgjigjet mirë apo duhet edhe komponenta tjetër e profilit ti, të shihit historikun, i guximin, asaj prejardhje, aftësitë menaxheriale, përgatitja e tij profesionale, sukseset në procedurë gjatë ngritjes së akteve akuzuese. Sa i ka fituar rastet. Të gjitha këto janë komponente të cilat paneli do duhet dhe besoj që ka marrë parasysh me rastin e vlerësimit të kandidatëve, sepse kandidatët kur e kanë bërë koncept dokumentin i ndërun, janë kanë detyruar me përmend raste të suksesshme, me listu raste të suksesshme si prokuror. Sistemin demokratik kur e prokurorit një vendi. Pikërisht, kjo është derat e këtij lloj civilizimi ku jem, këtij lloj habitati politik ku jem ka bashi. Prandaj është aq etik, por si i tillë nuk është part. Me gjas qeverit gjithë rajonin gravitojnë në këtë universin ku ma shumë insistojnë mos me dhonë llogaridhënie, sa ma pak me pas një drejtësi të fortë. Sa është një të rëndësishme ndikimin e klimës evropiane në Kosovë në mënyrë që vendi ti marrë më seriozisht këto standardet, një sundimi i ligji më të qëndrueshëm ka bashkë në përvojën tuaj. Një prezencë më e fortë e BE-s. Normalisht që një prezencë institucioneve ndërkombëtare në institucionet tona, normalisht institucionet tona i bën më të fuqishme dhe më të përgatitura profesionalisht, bazuar në provojën që të njëjtit e transmetojnë tek institucionet tona. Ne do të pas parasysh që ambasadat, partnerët ndërkombëtar i kanë mbështetur këto procese. Mirë, po ne kujtojmë, ne kemi edhe deklaratat e ambasadave, të cilat janë tërhequr për këtyre proceseve. Dhe kjo është me rëndësi. Nuk duhet me pru punën dhe veten dhe situatën që me dalë me një reagim, me dalë me një komunikat, një ambasad, një partner i unë ndërkombëtar me thanë që për shkak të parregullësive ose çështje të caktuara ne tërhiqemi. Te rasti i zotit Blerimi Sufaj janë tërhequr. Janë tërhequr. Edhe kanë qenë kritik edhe ndaj Këshillit për mënyrën se si ka operuar me standardet që operoi. Çështja është pikërisht kjo, është çështja që edhe në raportet tona dhe në paraqitjet tona e kemi sqaruar. Nuk ka qenë problem emri i kandidatit. Nuk ka qenë problem subjekti.
Ka qenë problem procesi që është menaxhuar nga ana e Këshillit kaluar. Që e ka prodhuar në fund një kandidat të kontestuar nga kundër kandidatë të tjerë dhe nga partnerët ndërkombëtar e shoqëria civile. Për këtë arsye po them është e rëndësishme që Këshilli Prokurorial me bashkëpunim me panelin vlerësues të hyjë në një proces të lehtëshëm. Të hyjë në një proces që plotëson garancitë ligjore, standardet ndërkombëtare. Që pastaj me prodhu një kandidat që nuk mund e konteston gati thuj sa askush. I panjëllosur nga ligji. I panjëllosur, pikërisht çështja është. Pra, çështja kjo. Këtë barr gati ka pas kryesore këshill që ta zhvilloj një proces që në fund mos me bazohet në transparencë, në meritokraci. Llogaritje barazi mes kandidatëve, jo çosje pe kandidat të ndryshme, sepse në procesin e kaluar kemi pas pyetje shtesë ndaj kandidatëve të caktuar, çosje jo të barabartë, pyetje në vlerësim performancës jo të barabartë, që ka tingëllu procesi pa barabartë mes kandidatëve. Dhe pastaj kemi pas reagimet e ambasadave dhe raportin tonë vlerësimit. Dhe pastaj në fund edhe presidenta që bazuar në gjetje që i kemi bën, edhe të partnerët ndërkombëtar refuzon dekretimin. Domethënë del me njoftim dhe thotë që nuk e dekretoi këtë person, sepse faktorin ndërkombëtar, organizatat e shoqërisë civile kanë dalë me këtë gjetje, të cilat e minojnë këtë proces. Ngrisin pyetje serioze në këtë proces. Për këtë arsye ka qenë shumë e rëndësishme që ky këshill, ky panel të futet në një proces tërësisht të lidhshëm. Britanikët ishin kundër. Që mos me jo të gjithë, community nuk reagoi. Britanikët ishin kundër. Për këtë proces apo të kaluar? Po, për të kaluar. Kujtoj edhe ambasada amerikane, unë sa e di, ka pas ambasada amerikane, ambasada gjermane, ka pas reagime edhe nga këto ambasadat. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që ky këshill ju keni nxënë në flagrant sistemin e kaluar me ato gjetje dhe nuk i kanë marrë parasysh. Dhe këshilli, që ka bën këshilli me përbërjen e kaluar. Mendoni se kjo ishte arsyeja që zoni Osmani se dekretoi zotin Isufaj? Për neve është kjo arsyeja bazuar në dhënat që kemi bën gjetjet e caktuara, në pikpyetjet që kanë ngritur individ për çështje të caktuara, të cilat nuk është që kemi mujt me provu ose që janë provu në diskursin tonë publik. Deklarimin e Kurtit në kuvend e keni dëgjuar. Absolut, deklarimet e tilla, të cilat për zotin Isufaj fliten për një proces, unë e thash edhe një herë, i kemi sulmu dhe i kemi kritiku dhe i kemi sqaruar që janë tingëllojnë ndërhyrje në proces dhe janë ndërhyrje. Duhet mu përmbajt. Në duke ju bëjnë të rreshtonin ka kampi i asaj mendësie politike që refuzoi një kryeprokuror, edhe një organizatë e specializuar. Në duke mund thuhet kjo çfarë po thoni. Mirë po, ne kemi një raport analitik që i ka listu të gjitha gjetjet, shkeljet të cilat ai këshill dhe i ka bën dhe ta kemi parasysh, i kemi raportet të Komisionit të Venecias. Kjo është shumë e rëndësishme thonë, që ka thonë këshilli ka mendësi korporatiste. Kur shkojmë te korporatat, ne e dim si funksionojnë korporatat. Për interesa të brenda të rrethit ngushtë të vetat. Dhe kemi pas në këshill prokurorial me një përbërje të jashtëzakonshme të lartë, që ka funksionu mrena rrethit tyre vicioz në pozita menaxheriale. E tash? E ka marrë atë pozitë, ja ka dhënë këtij, e ka bën këto. Dhe prit tash. Tash e ka pushtetin në kontroll këshillin prokurorial apo jo? E futi tërësisht në kontroll? Dhe tash ta sqarojmë. Hajde, kjo përbërje korporatiste. Që po e them. Ka insistuar në emrin e këtij kandidati. Ka insistuar në këtë subjekt, duke e ripropozu, nuk u ul me i marë seriosisht rekomandimet në raportet tona, të raporteve partnerëve ndërkombëtar, nuk u ulën tavolin me diskutu, me e plotësu ndryshën rregulloren, me hyrë në një proces të ligjshëm, por ka insistu në sistem, po në pavarësinë e tyre. Veç ta sqarojmë, ka insistu në rekomandim të këtij kandidati. Në anën tjetër, ne kemi një president që ka kompetencë vetën, garantimin, kompetencë kushtetuese, kompetencë listuara në autorizimet në kompetencën e presidentit. Garanton me lënë Kosovën 5 vjet pa kryeprokuror, apo? Garanton edhe me lënë Kosovën 5 vjet pa kryeprokuror. Sistemin e drejtë pa anshëm meritokratik të Republikës Kosovës në sistem të drejtësisë. Dhe këtë kompetencë e ka shfrytzuar presidentja. E ka garantu sepse e kemi një raport analitik. Kujt presidenti besojmë, kujt autorizime ti besojmë, e keni dëgjuar? Ne duhet i besojmë çështjeve realiste, gjetjeve gjatë raporteve. Rregull, por po flas për një presidente në mandat dhe pa mandat dhe kemi situata kur ajo i denonson
që shkundin edhe lëkundin gjithë sistemin edhe drejtësisë. Tash është ashtu. Do të pas parasysh që politikajt substancën të cilën realisht ekziston të mos të dobësohen me dhënien e deklaratave publike. Nëse ti ki gjetjet e raporteve ndërkombëtare, nuk ki nevojë me thonë me emën me citu një individ. Me thonë, ky emën duhet me pas parasysh që kur s'don presidenti, kur s'pëdon kryetari i parlamentit, kur s'pëdon kryeministri, s'ki çka kandidon. Kjo është deklarate. Çfarë po tham, është deklarate pa pranueshme. Nuk ban më vonë kësaj deklarata. Ti dhe në publik po ti tingëlluan si inatçor dhe mund të tingëllojnë. Absolut, mund të tingëllojnë. Për te gjetjeve që i keni bërë ju. Në vend se gjithë këto gjetje vetëm në margjina ka bashit të këtij debatit madh politik me kjo është. Po pikërisht kjo problemi i kësaj skeme ton politike, po kërkatësh dha pushtetit që tash po udhëheq me shtetin. Në vend se të thirret në gjetje, thirret në emra dhe situata të caktuara. Thirret në ballafaqime, ban deklarata të cilat tingëllojnë dhe janë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Në vend se të mirret me këto gjetje, ne kemi deklarata të tilla të cilat e humbin pastaj substancën e gjetjeve të cilat i kemi. Mirë po, publiku, profesionistët e dinë dhe duhet ta kuptojnë. Gjetjet janë publike. Duhet t'i klikojnë, t'i shohin. Ai këshill i kaluar me mendësi korporatiste, që kemi thonë, ne e që na i ka riafirmu, na i ka aprovu edhe Komisioni i Venecias me përbërje korporatiste, ka insistu në atë emën. Nuk u ul me ju nënshtru një procesi të lehtëshëm, me i eliminu mangësit, po përkundrazi insistonte në dhënien e atij emri. Insistonte në dhënien e atij emri. Dhe kjo pastaj ka kriju teren të favorshëm për kontestim të atij kandidati. Ka kriju edhe teren në ngritje të pikpyetjeve të cilat janë ngritur gjatë diskursit tonë publik. Për këtë arsye ky këshill e ka pas probleme me hyrjen në çet proces të drejtë, meritokratik, transparent, bazu në akte, në koncepte, në udhëzues, të cilat janë tërësisht në harmoni me legislacionin e voçi, edhe pastaj me prodhu kandidatin të cilin e kanë. Duke u dhënë arsyetim për çdo pikë të cilin e japin për kandidatët. Në mënyrë që me vazhdu integritetin e këtij procesi. Deri në fund dhe pastaj mos ta dekretojnë për krye prokuror. Pastaj mbetet bara dhe përgjegjësia tek udhëheqësit tonë të institucioneve për mos dekretim. Kur ti ke një proces të lehtëshëm, transparent, llogaridhënës, barabart mes kandidatëve, meritokratik, të arsyetuar po Të lehtëshëm me kishte cilësuar në atë kohë dhe Këshilli Prokurorial. Po ne po flasim për gjetje të cilat nuk kanë qenë të lehtëshme. Pastaj mbetet bara institucionit presidencës për mos dekretim. Ajo do ti e zhvillon sepse është ta sharojmë Tirvanën në çështje. Është kompetencë e presidentit të shtetit për këtë çështje. Nuk mund të ikim kësaj çështje. Kryeprokurorët e prokurorimit themelore direkt dekretohen. Duhet kishte arsye madhore që interpretohen me ngjeshmërinë e mos dekretimit. Apo presidenti. Dhe nuk e bëri atë asnjëherë zonja Osman. Këshilli ta bëj punën e vet. Po. Ta zhvilloni procesin. Këshilla është në ndikimin e faktorit politik tash apo jo sipas qëllimit tuaj ka bashkë. Tash për momentin janë 7 anëtar të Këshillit Prokuroral të Republikës Kosovës. Po. 4 anëtar për sistemin prokurorial, 3 jo prokuror. Për këtyre 3 jo prokuror, 1 shoqëri civile, 1 nga profesorët dhe 1 nga minoritetet. 3 dhe 4 nga sistemi prokurorial. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit, prokurori nga prokuroria e apelit që tash është kryesuesi, prokurori nga prokuroria speciale dhe prokurori nga prokuroritë e niveleve themelore. Duke u bazuar në përbërjen që tash aktuale kemi dhe duke u bazuar në ato se çka po prodhon tash kjo përbërje, ti e kupton çfarë çështje korporatiste ka pas sistemi i kaluar. Ku pozitat janë sill. Vreni progresin. Absolut. Me këtë ta thonë. Këshilli prokurorial dallon vrehet në Sinata me ditë në pikpamje të vrehet në çështjen, vrehet në mënyrën, vrehet në diskutimet, vrehet në ligjshmërinë e vendimarrjeve. Pra vrehet, shikohet, vrehet kur caktohen komisionet, kur caktohen anëtarët e komisioneve, pozitat në cilën caktohen këta anëtarë, personat të cilët propozohen, që shihet se nuk kanë mendësi, nuk vrehet një mendësi korporatiste. Po flasim deri tash. Po flasim tash për tash. Sepse nuk mund të themi në mënyrë absolute që s'ka me pas, sepse mund të shkuat rrezikut. Po, përsëritjes pas 4 vitesh pritje ideologike pa verifikim. Pikërisht, pas 4 vitesh mund të kemi një individ të njëjtë në propozita. Po.
Për këtë arsye po flas. Tash për tash nuk vremen si korporatiste. Janë në kontroll të qeverisë apo jo? U zgjodhen me preferenca qeverie? Ne po flasim për një proces që u zgjedh antari prej prokurorive themelore tërësisht transparent, e kemi dalë me komunikat, e kemi lavdu si proces sepse ka garantu ligjshmëri në një proces që i ka respektuar tërësi rregullore të akteve ligjore, drejt për drejt është numëruar secila vot, është pas secila lëvizje e prokurorëve, secila lëvizje diskutim mes tyre në mënyrë që me mujt me dhanë në gjetje të caktuar. Dhe kemi dalë me një përfundim që kandidatja kandidatja u prodhu në një proces meritokratik. Transparencë të llogaritmës. Pastaj edhe Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur një person që të komunitetit jo shumic, ashtu siç përcaktojnë rregulloria, ligji për plotësim dyshimin e ligjit të Këshillit Prokuror që reflekton përbërjen etnike, duke e zgjedh një person me përbërje etnike, konkretisht nga Pakicat, duke e reflektu në atë se çka kërkojnë, çka janë kërkesat ligjore. Për këtë arsye ne nuk mund të flasim pastaj edhe për ndikime apo për caktime në pozita të caktuara sipas favoreve. Autoritetet sociale sot tashmë shumë janë faktorë diskursi publik janë faktorë i rëndësishëm ku gjithkush lundron aty dhe poston gjithkush gjithçka, por po flas për një komunitet njerëzve të dijes dhe që janë të brengosur edhe për mënyrën kush janë këta emra, lidhet e tyre politike, e tjera. Secila është, Redvan, unë monitoroj sistemin e drejtësisë gati 4 vite. Në shtator bëj 4 vite që monitoroj sistemin e drejtësisë në mënyrë permanente të vazhdueshme. Çka është me rëndësi, si profesionist, që na takon, është çdo çështje me trajtu bazuar në indikator çeki. Nuk mund flitet për një çështje caktune pa i pas informatat e konfirmune, pa i pas situatat provat e analizune. Dhe për këtë arsye, çdo diskurs publik që ndodh bazuar në një situatë duhet të ketë indikator mbi të cilët ka orën çat vlerësim. Përshtypja më rëndësi në jetë publike, këta janë edhe menaxher. Absolut. Këta kanë përgjegjësi me ndërtu besimin edhe në këtë dimension. Absolut. Pozitat udhëheqëse e sistemit i nënshtrohen diskutimit publik. Sakt. Nuk përshtypjes publike. Absolut. Të njëjtit mos janë hematoma, mos kanë kaluar nuk janë imun këto diskutime. Po natyrisht. Por po flasëm për diskutime të cilat do të jenë tërësisht profesionale. Çdo çështje duhet ta ketë trajtimin e vet dinjitoz. Nëse po flasëm për një individ caktuar, për një baltosje në situata caktuara me situata tjera, duhet t'i japim indikatorët dhe ti përnafurm bilancin për me anë përfundimin pse kjo në çat situatë dhe jo me e dhënë përfundime pa i dhënë çta indikator sepse sinqerisht tek profesionistë e fushës del jo serioz. Për këtë arsye ty për vullnetin e vendosur, të palëkundur që ke për ta vlerësuar dikon në bazë të prova, jo të përshtypjes, të thashë themeve. Por jem në një klim, ta them, shumë toksike. Ka diskutime për secilën çështje, ka mendime për secilën çështje. Vlerësimi për këto, për secilën është i bazuar dhe i pabazuar, dhe të merr pastaj ajo stuhia e paragjykime. Këto konsideroj si problematike në çdo proces, por qytetar rëndësi që kushdo prokuror të mos ketë hematoma të sotme si pasojë asaj prejardhje që mund të ketë pasur lidhje me atë grup, me këtë grup, me këtë krim, me atë grup politik e tjera që kjo të nikoj drejt për drejt atë në besueshmërinë e sistemit. Edhe është detyrë e sistemit, udhëheqësve, menaxherëve, personave që menaxhojnë me sistemin që pikë pyetjet me ju dhon përgjigje. Sakt. Me ju dhon argument, bazuar në argumentet që cilat i kanë. Mos më u fshi. Në rast se ne po themi që u ftu kryeministri për intervistim, jo valla se kryeministrat e tjerë keni shku në zyre, duhet me dhënë sqarime për këtë çështje. Me dal, me sqaru para publikut, jo me dhënë sqarime për një kërkesë nga një kryeministër i caktuar, por sqarime për publikun. Me dhënë sqarime pse i ka ardhur reni më u dëgju ky si dëshmitar, relevanca e deklarimit të tij, pa e cenu hetimin, sepse hetimi është konfidencial dhe nuk do të më cenu, dhe me e shpërla vetën kuptimin publik, kuptimin e profesionistëve të fushës, sepse në këtë formë
e kallëzon edhe sistemi prokurorial veten. Sistemi prokurorial edhe sistemi gjyqësor veten e kallëzojnë me procese të cilat i nënshtrohen diskutimit publik. Nuk e kallëzojnë veten me vjedhje pylli. Nuk e kallëzojnë veten me akt akuza për zjarrënie. Veten e kallëzojnë me situata, me çështje, me procese të cilat i nënshtrohen diskutimeve publike nga profesionistë fushës, nga persona të cilët japin opinionet e tyre. Dhe sistemi prokurorial duhet ta ketë përbarr, duhet me pas parasysh ky këshill tash së fundi është duke hartuar strategjinë për komunikimin me publikun. Dhe në kuadër të strategjisë duhet me pas përbarr. Për një rast shumë të madh, po, të lutem, për 2 sulme që erdhen nga Serbia, që sipas organit të akuzës, njëri dhe i dyti natyrisht u kualifikuan si sulme terroriste. E do të ishte mirë mbase që këto të kualifikoheshin si agresion i shtetit ndaj Republikës tonë, apo i Serbisë, po që nuk patën prova. Si profesionist, si është e mundur ta zëm për rastin Banjska, që politikanë të caktuar dalin dhe bëjnë ekspozit të prova materiale në rrethonat e ndjeshmërisë së lartë, kur atë dhe menaxhimin atyre provave duhet ta bëjnë organi akuzës. Ne themi jurist. Është mundur një ministër ta dalë para provave, të shkojnë në vendin e ngjarjes aty, pa prokurorin, pa prezencë prokurorit. Kjo ndodh. Në vlerësim preliminar, kështu prima facie që themi ne juristët në sistemin e drejtësisë, sepse nuk e kam analizuar në detaje çështjet që kanë ndodhur, e kemi pa realisht që kanë shku, duhet me pas parasysh që pavarësia e sistemit të drejtësisë për kitazi me pushtetin ekzekutiv është dhe duhet të respektohet në tërësi. Deklaratat e ministrave për zhvillime të aksioneve, të cilat i ndëmerr një prokurori e caktuar, duhet me pas parasysh që nuk duhet me dalë përtej përgjegjësive dhe detyrave të cilat i përcaktohen një ministri. Kur të emërohet një ministri i nderuar, atij i listohen detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Dhe e vetmja detyrë e tij është që çato përgjegjësi shka i ka me i zbatu. Të gjitha tekalimet përtej këtyre përgjegjësive ngrisin aludime dhe pikpyetje. Edhe çështjet e tilla nuk mundet që një punë të hetuesisë, një punë të prokurorisë të merr meritat një ministër ose një zëvendës ministër ose një kryeministër. Në asnjë fund dhe në asnjë rrethon, ose një hetim kompleks në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, në fund me dalë me marr meritat një personi i caktuar. Na profesionistë e fushës, s'po flasim për qytetarët laik. E di kush ka meritat për çështjet. Absolut. I kam unë si gazetar 5 fleta në dorën e djathtë apo jo? Yes or no, po ose jo. Kaç përfundon prova? Apo? Pikërisht është çështje që çdo qytetar. Një çështje kaq e ndjeshme u dash në sulme në Varrak që ndodhen 20 kur në nëntor të 28 kur ishte 7-8 nëntor. Nuk po kujtohet saktë, mos ta mbaj datën. Aty u dash përfshirja e FBI-t me kërkesë të Kosovës që gjithë atij hetimi t'i jap pesh në sytë e botës. Pikërisht. Dhe në fund me dalë me marrë meritat dikush i caktuar. Shiko, unë e kujtoj mjaft mirë rastin e Banjskës, unë e kam monitoruar personalisht nga afër gjithë procesin. Unë e kujtoj një deklaratë që lidhe me sekuestrimin dhe konfiskimin që thonë shkonin në villa të caktuara, domethënë dhe bënin proklamime që e bëm sekuestrimin dhe konfiskimin. Për profesionistë e fushës dihet kush e bën sekuestrimin dhe konfiskimin. Janë institucionet e drejtësisë, është prokuroria dhe gjykata, me kërkesë prokurorisë e bën gjykata. Për këtë arsye, çështjet e tilla në një formë nuk shiten tek profesionistët e fushës, po edhe qytetarët duhet çdo deklarim me analizu, me shiku, me vlerësu, dhe mos ia fal besimin. Në sytë e meqve politikanët ishin dukur që përmarrin ligjin duart e tyre, duke kontrolluar prokurorin. Meqt duhet me analizu situatat, çështjet konkrete, rrethonat dhe me anë përfundime të caktuara. Jo tha individi, tha ky u bën ky shkrim. Secila çështje, secila rrethon kërkon trajtim dinjitoz, identifikim, analizim për me anë përfundim si një qytetar, qoftë i thjesht ose si një profesionist i fushës. Kur nuk din, ngrit pikpyetje, merr përgjigje, ka mjaftueshëm hapësirë diskutime për me dhënë përgjigje për këtë azim këtu, ka profesionistë fushës që japin përgjigje në mënyrë që marrin përfundime të cilat realisht janë të vërteta.
pa ngritur pikpyetje. Kam 2-3 pyetjet e fundit, Po. se ishte një bisedë, besoj ma, s'po them me tension, po ma dinamike në zhvillim e sipër. Po. Kabashi, për sa kohë Kosova do ta ketë kryeprokurorin, sipas jush? Tash ne jemi të shku drejt përfundimit të procesit. Pra, e kemi edhe fazën e ankimimit. Është akti në ligjor, tash mos të citoj sa ditë saktë sepse e kemi aktin në ligjor që përcakton drejtën e ankesë. Shërtimin e saj. Do ta kemi në korrek? Hartimin e raportit. Ne jemi tash në korrek. Eventualisht nëse zhvillohet procesi, mund flitet për pasje të propozimit. Po. Jo kryeprokurorit, propozimit. Që e bën Këshilli Prokurorial. Që e bën Këshilli Prokurorial gjatë këtyre muajve, gjatë këtyre javëve, gjatë këtyre ditëve në vend. Pra po flitet për një proces që është në finalizim të tij. Nga çështje ditësh në çështje javësh ose muajsh, mund të them, nuk dia mund të kapet edhe për çështje muajsh, sepse tash jemi në korrek. Po, në fillim. Fillim të korrikut dhe në fund të korrikut mund të flitet për një mbledhje, për një propozim të emrit apo në fillim ngushtit të kandidatit për emrim në këtë pozitë. Të vetë Kosova do ta ketë nga shtatori ose tutje base. Po shpresojmë dhe po urojmë që duke u zbatuar në tërësi legjislacionet në fuqi dhe presidenti i shtetit duke e pa që janë zbatuar këto institucione, këto legjislacione dhe ka raporte vlerësime pozitive, me dekretu ne duhet ta kishim kryeprokurorin brenda një periudhe jo jashtëzakonisht të gjatë, të shkurtër të këtij viti, muajsh apo javësh apo ditësh. E ky kryeprokuror për ju, me cilat çështje 2-3 çështje të mëdha do duhet mirej? E tash, ne sigurisht gjatë punës tonë analitike, kur të bëhet kryeprokurori, kemi diagnozën për sistemin. Sigurisht, absolutisht. Cilat janë 2-3 çështje. Bazuar në ligjin për prokurorin e shtetit, listohen kompetencat dhe përgjegjësitë e kryeprokurorit të shtetit. Janë një kategori mjaft e gjatë e kompetencave që ka në detyrë. Çështja e parë që ky kryeprokuror, nëse emërohet, është barra për me kthy besimin e publikut në këtë institucion. Po duhet arrestohet për kontratën kolektive që po ky kryeprokuror duhet të lëshoj gjykatat. Ky kryeprokuror duhet ulet në bashkëpunim me kolegjiumin e prokurorëve në zyrën e kryeprokurorit. Po. Duhet të ulet të diskutojë lëshimin e udhëzuesve, rekomandimeve për trajtimin e çështjeve që janë me problematik në sistemin prokurorial dhe që nuk dihet se ka cila rrugë të shkohet. Po flasëm për një situatë në këshillin në sistemin prokurorial, për veprën penale të keqpërdorimit pozitës apo autoritetit zyrtar, e paraportë sipas kodit penal tek neni 414 që po sill mjaft problematik si vepër penale. Për këtë arsye, pastaj edhe krimi i organizuar me veprën penale tjetër bazë. Për këtë arsye, ky kryeprokuror duhet më ul, me shiku aktgjykimet për këtë me këto vepra, me e analizu, me bën një analizë të mirëfillt. Pse është ky problem? Pse po ka aktgjykime liruese? A është problemi realisht të prokurorit? A është problemi realisht të gjykatat? Dhe në fund më marr me një përfundim, një analizë se si më qas këtyre veprave, sepse këto vepra prekin persona profilit të lartë. Nuk po flasëm për persona profilit pozitave të ulta. Prej prokurorëve së fundi në përshtypjen e publikut, nuk jam profesionist, po ditë se si zbaton ligjin zoti Petrit Kryeziu, por në sytë të publikut pat një veçanti, një lloj përmbushi një vakum nëse mund ta them. Ne kemi për momentin kryeprokurorët e prokurorive themelore, vetëm prokurorin në Mitrovice kemi me ushtrues detyre dhe janë zgjedhur, po thamë, japin një procesi transparent. Kjo shoqëri po don njerëz në krye të institucioneve zbatimit të ligjit, në krye të këtyre institucioneve aso lloj figuras që fitojnë betejën me njerëz të pushtetit. Kjo është çështja tash që do të më thonë. Kur thash më herët që procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit për kryeprokurorit themelore u kon i lehtëshëm, pikërisht ka prodhuar çta emna. Pikërisht është kjo rëndësia që po e them, që proceset me u respektu, kur qiten pikt, më dhonë arsye për kandidat, me u zbatu udhëzuesi, kemi prodhuar edhe çet emra. Me integritet që nuk i nënshtrohet presioneve të diskutimeve publike dhe që ka guximin me i godit persona të cilët e sfidojnë sistemin e drejtësisë dhe qytetarët në Republikën e Kosovës. Dhe po kthehen atë çështën çka ka për detyrë kryeprokurori. Sinqerisht, veprat penale të keqpërdimit pozitës autoritetit zyrtar, krimi të organizuar,
janë problematike për sistemin prokurorial. Ka një qasje diferenciale të ndryshme, nduar me në sistemin prokurorial. Tjetra temë, shpërndarja, edhe pse është përgjegjësi e Këshillit Prokurorial. Kryeprokurori është antar ex officio në Këshillin Prokurorial. Në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial, duhet të kenë parasysh mënyrën se si po i menaxhojnë shpërndarjen e prokurorëve në prokurorive themelore, avancimin e tyre në departamentin për krime të rana, sepse nuk është e logjikshme ta kemi në krime të rana 15 prokuror dhe departamentin e përgjithshëm 15 prokuror. Kur departamenti i përgjithshëm i ka 501 milion, e krimet të rana kanë nga 50 deri 100 apo 200 land. Është jo proporcional. Po, me pas parasysh, bashkëpunim me Këshillin Prokurorial, me i shpërndar resurset barabartësisht, meritokratisht dhe duke respektuar standardet rregullore për avancim, për transferim të cilat i ka në fuqi dhe që mund të jenë në procedurat plotësim ndryshimit. Po them edhe një herë, kryeprokurori i shtetit ka bardhë përgjegjësi jashtëzakonisht të larta. Duhet të reflektoj tek publiku seriozitet në trajtimin e çështjeve. Duhet të reflektoj tek publiku llogaridhënie, duhet të jetë llogaridhënës, duhet të jetë transparent në punën e vet, duhet të jetë bashkëpunues në ndarjen dhe dhënien e informatave të cilat nuk cënojnë hetimin, por edhe në zhvillimin e hetimeve për prokurorët të caktuar. Njëra ndër kompetencat e kryeprokurorit të shtetit është marrja e lëndëve për një prokurin tjetër. Kjo është kompetencë shumë e rëndësishme. Kjo është kompetencë mjaft e rëndësishme. Njëra prej përgjegjësive kompetenca e kryeprokurorit është inicimi i zhvillimit procedurave disciplinore për kryeprokurorët e caktuar. Dhe për këtë arsye, duhet me i reflektu qëto kompetenca, duhet me i zbatu, nuk mjafton vetëm me shku në zyrë dhe me dalë 8-4 dhe me përfundura orarin. Me u majt kolegjiumet, me dalë një komunikat o mbajt, jo mbajt çka prodhoi ai kolegjium. Çka prodhoi, apo ngrit besim, apo trajtohen çështjen atë kolegjium me rëndësi për besimin e publikut, për ngritjet besimin e publikut në këtë institucion. Për këtë arsye, punë që e ka ky kryeprokuror janë të mjaftueshme, janë mjaft në rana dhe të rëndësishme dhe shpresojmë që t'i trajtoj me seriozitetin dhe integritetin më të lartë të mundshëm për me i dhënë një indicje për me jetu në këtë shtet dinjitetshëm, për me dhënë indicje që jetohet këtë shtet dinjitetshëm dhe që drejtohesh barabartësisht këtë shtet në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës, sepse pikpyetjet që i kanë qytetarët janë shumë të mëdha. Perceptimi i publikut për këto institucione e dim se është. Nivelin shumë jashtëzakonisht ulët dhe për këtë arsye kjo udhëheqësi e këtij sistemi e ka këtë bardhë dhe duhet ta ngresë besimin e publikut në këto institucione, qysh duke zbatuar kompetencat e veta që i ka fuqi dhe duke mos u zbraps karshi presioneve ose refuzimeve për dhënie të llogaridhënies. Nëse ty s'vjen, e lëshon urdhër arrestin, si edhe me detyrim edhe të vjen. Sakt. Kjo është çështja që duhet të trajtojë ky sistem. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty. Flamor Kabashi nga IKD për këtë prezencë, për zbërthimin e detajshëm të procesit tepër jetik. Jo vetëm për Kosovën, e djeshme që ishte rëndësishme, është për sotmen e sidomos për nesërmen. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për mundësinë, për dhënien e këtyre sqarimeve bazuar në gjetjet, rekomandimet, raportet që IKD i publikon vazhdimisht. Lutem, faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.